Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për aktualitetin politik, por edhe atë se çfarë po ndodh me drejtsinë, ku së fundmi ka pasur përplasje midis kreut të SPAK-ut Altin Dumanit dhe prokurorit Arben Kraja, për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh sa në skenën politike, aq edhe në fushën e drejtësisë. Ne kemi të ftuar avokat Gylsen Zhlimën, si dhe drejtuesin e platformës Reforma Reale. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, më 8 korrik Parlamenti Evropian do të miratojë një projekt të rezolutë sa i përket Shqipërisë, ku i bën thirrje që të përshpejtojë reformat, veçanërisht në sistemin e drejtësisë. Ju si e lexoni këtë projekt të rezolutë dhe a është kjo një kamban alarmi me atë se çfarë ka ndodhur deri tani me sistemin e drejtësisë, por edhe kundrejt qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Së pari më lejoni të falenderoj shikuesit dhe dëgjuesit tuaj, të cilët gjitha ato herë na kanë mbështetur me like, me komente, me mënyrat e tyre të shprehurit, gjithmonë brenda një edukate dhe një kulture shumë të mirë dhe të do të thoja shumë me respekt për atë që ata përveç se dëgjojnë, janë edhe protagonist edhe komentojnë. Dua të falenderoj jashtëmase. Për sa i përket Parlamentit Evropian dhe politikës Parlamentit Evropian për politikën e jashtëm përtej Bashkimit Evropian, Parlamenti Evropian gjithmonë në politikat e komisioneve të posaçme të tij harton raporte, harton drafte, harton gjithçka që ka të bëjë me shikimin nga pikpamja europiane të institucioneve europiane, shteteve të cilët duan të bëjnë pjesë të Bashkimit Evropian, siç është Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova, edhe vendet e tjera të cilët nuk ka rëndësi të përmendim, sepse ne do të përmendim vetëm Shqipërinë dhe Kosovën, se vendet e tjera kanë politikat e tyre dhe ne nuk na intereson të merrem momentalisht. Tani, për të merrem me Shqipërinë, dhe unë më pëlqen gjithmonë kur Parlamenti Evropian, duhet ta themi, është sovjetik, a është europian, unë prandaj e them sovjetik mund ta marrë dikush sipas mendimit të vet, dikush tjetër mund të konceptoj Bashkimin Evropian si Bashkim Evropian dhe jo sovjetik. Por këtu kemi të bëjmë me raportuesin fidestar të draft raportit, që është eurodeputet i ardhur nga Partitë Socialiste të Parlamentit Evropian, pra e shikoni qartë personin që ka hartuar draftin. Drafti është fillestar nga ky zotëria, është shumë i bukur, është një draft me 10 faqe, pothuajse 9 në total, dhe është Andreas, këtu e kemi dhe emrin e tij, dhe vjen nga Partitë Socialiste Europiane. Kush qeveris vendin ton? Partia Socialiste e Shqipërisë. A është Partia Socialiste e Shqipërisë antare e partive europiane ose të Internacionales Socialiste? Po, të Internacionales Socialiste është, por është edhe vëzhguese, mos gaboj, ose antare me të drejtat kufizuar të plota, se kjo nuk më intereson, por është edhe tek Partitë Europiane Socialiste, që është edhe ky këtu socialist. Dhe të ky draft raport tregohet që Shqipëria ka ecur përpara, ka bërë avancime, shumë gjëra të bukura, por duhet akoma puna akoma më të mirë, sepse duhet gjithmonë reforma më të bukura europiane dhe demokratike. E thotë ky raporti vetë ky socialisti këtu. Tani shkojmë tek komisioni në tërësi, që përfshin të gjithë deputetët si socialist, demokrat, me parti, pa parti, pra në kuptimin të pavarur të partive ose të eurodeputetëve, dhe shkojmë tek e vërteta. Dhe urdhro kush është e vërteta, që ky raport fillestar që i bën lavazh qeverisë shqiptare nga një socialist me 9 faqe, vin eurodeputetët dhe çojnë me 236 amandamente, ju lutem, që çdo deputet, pra eurodeputet, thot mendimin e vet për sa i përket 9 faqe të këtij shkret që u lodh shumë.
në draft raportin. Ky për shembull t'ju jap një rast kështu të shpejt të kuptoni diçka. E shikoni për shembull një paragraf, fillon ky paragrafi këtu me këto të dhëna këtu. Dhe eurodeputeti tjetër ose eurodeputetet fillojnë me shkronja të zeza këtu, që shtojnë ose ndryshojnë nga raporti fillestar. Më kupton? Pastaj shkojmë tek një tjetër edhe shikojmë që tek raporti fillestar ishte thënë diçka tjetër dhe shkojnë eurodeputetët dhe shtojnë diçka tjetër nga raporti fillestar. Pra ndryshe nga ky raport këtu i këtij socialisti. E heqin fare këtë dhe thonë që qëndrimi jonë është ky këtu me amandamentet tona dhe jo ky fillestari që ishte këtu. Ndërsa tek korrigjimet e fjalive, për shembull, një nga ajo që më ka bërë mua përshtypje është Shqipëria synon, qeveria shqiptare, Edi Rama synon që në 2027 duke na nxjerrë ne dhe duke na shtrydh ne, që ne të shkojmë në Bashkimin Evropian. Sa do arrihet kjo, mbetet për të parë varet se si do na shtrydhin ne dhe çfarë do na nxjerrë. Dhe çfarë do na nxjerrin, pra do kemi shtëpi, do kemi detyrime, do shesim akoma edhe shtëpinë për të paguar çfarë duhet të paguajmë për interes të Ramës që të na fusin në BE. Dhe do futem në BE, do fitojmë në gjë apo do futem në BE thjesht të mbushim markat e PS dhe BE të na shkarkojnë ne, të na bëjë atë që ja bëri Italisë, Greqisë, Portugalisë dhe kështu me radhë. Sepse ata të cilët jetojnë jashtë shtetit dhe na ndjekin e di shumë mirë që BE-ja nuk ka vetëm të drejta, por ka edhe detyrime. Dhe BE-ja ka edhe një mekanizëm që të jep para dhe pastaj ti merr. Po kur ti merr, të merr edhe jetën. Por gjithsesi ta kuptojnë ata të cilët kanë jetuar në BE flas, jo për ata të cilët mendojnë se po futën në Bashkimin Evropian nuk do marrin leje qëndrimi në vendet dhe të jenë europian. Pra, kush ka shtetësi europiane dhe shkon në një vend europian, duhet i nënshtrohet ligjit dhe rregullat e migratore të vendit që shkon, pavarësisht se është shtetës europian. Sepse ne nuk kemi sovranitet, por e vërteta është që uroj që populli jon ta kuptoj dhe mos ta kuptoj me keqdashi, po ta kuptoj me atë që ne themi, me maturi, pjekuri dhe mos të bëhet viktim e një politike që do të kaloj Rama që të mbetet në histori. Rama do të bëjë histori për veten e tij, po jo për popullin shqiptar. Se në fund fare Rama ikën nga kryeministër, ne do paguajmë gabimet e Ramës që nuk e ndaluam në momentin e dur, dhe ne do vritem me njëri tjetrin sepse kemi lënë Ramën dhe të tjerë duke bërë gropa këtij vendi. Dhe jo Rama me ne me njëri tjetrin dhe Rama dhe të tjerë që janë në pushtet gjejnë alibin e radhës. Pra Rama po nuk u futëm në 2027, që thoshte ky raporti këtu. Rama do të thotë fajin e ka Irani dhe Izraeli, sepse ne do të ishim futur në BE. Pra Rama do ta gjejë alibin e radhës. Prandaj them që në këtë draft raport thot teorikisht Shqipëria mund të shkojë në Bashkimin Evropian në 2027. Teorikisht. E keni në draft. Ky draft këtu, me këto amandamente dhe me këto faqe këtu, dhe shikoni sa bukur, e ajo që është e çuditshme, po shikoni shkronjat e zeza në rast se duken, dhe shikoni këtu bardhë, e bardh fare sterr. E kupton çfarë do të thotë kjo? Raporti fillestar ka qenë ndryshe. Ka qenë lavdrata. Shkën eurodeputetët këtu te zeza dhe thonë, "Ore më fal, është pak më ndryshe se thoni ju." Sidomos ta ajo e mediat është e papame. Ne shikon këtu drafti kështu ndryshe. Kurse këtu drafti shiko që ka plotësime me zeza. Pra kanë marrë fillestaren, edhe kanë filluar edhe kanë plotësuar. Edhe them fal, kemi edhe disa tjerë përveç këtyre që thot drafti fillestar. Pra këtu i bë lavash, këtu i thonë këta, "Ore, po bëjmë edhe pak gjërat ashtu siç duhet sepse nuk i shikojmë gjërat mirë." Prandaj Bashkimi Evropian nuk është një institucion që mund të blihet ashtu si blihen institucione ose ambasadorë të tjerë të vendeve të ndryshme. Pra, Bashkimi Evropian ka edhe atje korrupsion, ka edhe atje njerëz të cilët janë ndjekur nga
Prokuroria Federale e Belgjikës, por vendimarrja që një vend të futet në Bashkimin Evropian kalon nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian, nga Këshilli Politik I Shteteve Anëtare, kur Shqipëria do të ketë mbyllë dhe kapitullin e fundit dhe reformën e fundit, po jo vetëm me Edi Ramën, por edhe me partitë e tjera politike, edhe parlamentare, por edhe jashtë parlamentare, se Bashkimi Evropian nuk negocion vetëm me qeverinë, po negocion pikë së pari me opozitën, sepse në rast se ne shkojmë në BE, duhet të shkojmë sepse duam të gjithë të shkojmë, dhe jo që nesër të zgjohet një forcë, një fuqi e madhe dhe të thotë brenda Shqipërisë, më fal, pse futet këtë popull në Bashkimin Evropian? Ne nuk duam më të jemi në Bashkimin Evropian, shiko rastin e Britanisë së Madhe. Asnjëri nuk e mendonte që Britania e Madhe do ishte jashtë Bashkimit Evropian, po na që ndodhi fakti. Asnjëri nuk e mendon që Shqipëria mund të futet dhe mund të dali, sepse ne gjithmonë e themi veten tonë që jemi të dobët. Pse e themi? Sepse kemi vendosur veten tonë gjithmonë në lavazhin e dhe trurit tonë që të themi ne jemi vend I varfër, jetojmë në varfëri dhe populli jon duhet të jetojë në varfëri. Pse? Se kanë bërë sistemin e tillë që ne të jemi gjithmonë të varfër, pavarësisht aftësive tona që kemi, sepse sistemi e krijon atë që ti të jesh gjithmonë I zhytur dhe I varfër. Por kjo gjë nuk mund të ndodhë në rast se ti don të shkosh në Bashkimin Evropian, sepse ti në Bashkimin Evropian nuk mund të shkosh si varfanjak, dhe prandaj që ta konkludoj, ky raport me këto amandamente të thot përmirësohu që të vish në Bashkimin Evropian jo viktim, po të vish në Bashkimin Evropian I pasur dhe jo I varfër, se Bashkimi Evropian nuk mban varfanjak më pas 2008-s. Prandaj thot, plotësoni detyrimet, fuqizoni buxhetin shtetëror dhe ejani të bëheni antar me të drejta të barabarta dhe jo me të drejta të kufizuara politike edhe monetare. Prandaj, para se të vini, urdhro amandamentet. Zoti Xhlima, të kalojmë pak në kampin e opozitës, ku kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar për protesta, teksa akuzon qeverinë, pra mazhorancën, se manipuloi zgjedhjet e 11 majit. Si mendoni, çfarë kërkon të arrijë Berisha me këto protesta, apo është e njëjta muzikë që kemi dëgjuar vazhdimisht? Ata të njëjtën muzikë ka, nuk e di çfarë duan të fitojnë, por e vërteta është që protestat duhet të bëhen, patjetër, pse jo? Rama I vuajtur në 2009-ën, reformën e famshme 2008-s, dhe Rama çfarë bëri? Nga 2009 deri në 2013 reflektoi, u organizu, bëri lëvizjen e bukur që mori metën në bashkëqeverisje, e mori, e mbajti, e përdori dhe përzuri dhe hodhi si prezervativ politike dhe në fund fare mori pothuajse pushtetin për 2 vite radhë, për 2 mandate radhëzi. Pra do të thotë që zoti Rama ka punuar ashtu siç duhet me strategji. Zoti Berisha nuk ka reflektuar sepse brenda vetes dhe rreth vetes ka njerëz të cilët nuk ja duan të mirës zotin Berishën, por nuk ja duan dhe Partisë Demokratike. Zoti Berisha a do të reflektoj? Nuk më intereson sepse zoti Berisha humbi këto zgjedhje. A janë zgjedhje të vjedhura? Janë. Ju them që kanë votuar edhe parcelat e tufinës dhe sharrës dhe në vende të ndryshme ku ka tufinë dhe sharrë, kuptoni vetë ju. Pra do të thotë për mua këto zgjedhje kanë qenë të manipuluara. Por më fal, vlen fjalia ime kur unë nuk kam autoritet kushtetues apo ligjor që të anulloj këto zgjedhje? Jo. Por kush e ka këtë të drejtë? Ka zoti Berisha dhe zoti Rama. Po edhe zoti Meta, sepse zoti Meta ka 4 deputet të parlamentit të ri. Pra do të thotë që e gjithë kjo loj e protestave favorizon vetëm faktorizimin e zotit Berisha brenda PD-s, që t'i thot demokratëve, shiko hajduti Rama, por në fund fare duhet t'i themi edhe demokratëve që të reflektojmë bashkërisht të gjithë bashkë, që kodin zgjedhor e voton Rama dhe Berisha bashkë me Metën. Pra do të thot që nuk mundesh në të njëjtën kohë të jesh edhe autor, edhe viktim, edhe në fund fare thosh më
votat. Kur nga këto në rinumërime, se nuk qënë rinumërime, gjithë verifikime a janë të sakta apo jo proces verbalet me votat, gjithsesi nuk do mbetemi te fjalia, a quhet rinumërim apo verifikim, u tregua qartësi që komisionerët emëruar nga Partia Socialiste, Partia Demokratia, PSD dhe më radhë, kanë qenë komisionerë që dyshohet për profesionalizmin e tyre dhe ndershmërinë e tyre për sa i përket votimeve, numërimeve. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të shkojmë në një model tjetër numërimi elektronik. Aty pastaj Ramën do ta kishim 300 vjet në pushtet. Por ne duhet të themi, a është e drejtë sistemi zgjedhor që favorizon partinë e parë që merr shumë vota? Këtu është sistemi, formula e numërimit të votës dhe përputhja e mandateve. A jemi në nivelin kushtetues që zgjedhjet duhet të kenë një sistem të lirë dhe të barabartë? Dhe kur flasim me barazin, nuk barazon në kuptimin a jemi të barabartë në qytetarë që votojmë, por a është sistemi barabartë i cili numëron ashtu siç duhet voton e çdo qytetar shqiptar. Prandaj, zoti Berisha i uroj të bëj 300.000 protesta dhe të jetoj 150 vite e më shumë se sa duhet. Por, kurse si me këte strategji, PD-ja nuk vjen në pushtet, sepse është e zhytur të jetoj në varfërin e opozitarizmit që e ka zgjedhur vetë strategjin vetë dhe nuk ja tha asnjëri. Kur ne thonim more vullën ha partin, ata bënin qoka njëri tjetrit. Dhe lista e 11 maj janë listë qokash. Ta gëzojnë, por në pushtet me këtë formul nuk vin kurrë. Një nga figurat e rëndësishme të politikës shqiptare, siç është edhe Lisa Spiro Pali, ka tundur Asamblen Parlamentare të NATO-s duke i kërkuar Iranit që të heqë dorë nga programi bërthamor dhe të ndalë konfliktin me Izraelin. Ju si e keni lexuar këtë deklaratë? A do të tërhiqet Irani pas kësaj deklarate? Po arriti Irani të dëgjojë zonjën Spiro Pali, atëherë për mendimin tim është kot lufta që është bërë. Do të jemi realist, zonja Spiro Pali ndëgzon një institucion që është kryetarja e kuvendit, por duhet kemi parasysh si kryetare e kuvendit duhet të jetë kryetare e kuvendit dhe nuk mund të bëhet ministre e jashtme ose ministër e mbrojtjes dhe as të marrë atributet e NATO-s. Unë nuk e di kush ka qenë qëllimi i saj, por e vërteta është që zonja Spiro Pali sot është kryetare e kuvendit, nesër mund të jetë ministra apo të jetë thjesht deputete. Pra nuk ka vlerë fare kjo gjë, se politika e jashtme ka faktor të tjerë të cilët zonja Spiro Pali që të arrijë ato faktor duhet të lodhet shumë dhe përveç kësaj, në rast se është rrezik për zotin Rama që mund t'i marrë karriken e kryetarit të Partisë Socialiste zotin Rama, po unë dyshoj sepse po arriti në këtë objektiv, mendoj se zoti Rama do vendosi Spakun të veprojë, sepse atëherë kur rrezikohet karrika e Ramës, Spaku direkt vepron për të mbrojtur Ramën. Shumë kanë komentuar vizitën e Edi Ramës në dasmën e djalit të George Soros, Alex Soros, dhe është cilësuar edhe si një veprim ose një karshillik që i bëhet Donald Trumpit, duke qenë se në këtë dasëm ka marrë pjesë, po themi, establishmenti i cili deri dje, por edhe sot e kritikon dhe kundërshton Donald Trumpin, siç është Obama apo edhe Bill Clinton. Ju si e keni lexuar këtë vizitë e Edi Ramës në dasmën e Alex Sorosit dhe çfarë do të thotë vetë kjo për Edi Ramën në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe apo luan me dy porta Edi Rama, ku nga njëra anë mban lidhjet me Sorosin dhe nga ana tjetër mban lidhjet me dhëndrin e Donald Trumpit? Në këto momente i dashur, unë ndodhem në Britaninë e Madhe, ju e shikoni besoj, në këto momente ndodhem në Austri, dhe në këto momente ndodhem në Portugali, e shikoni besoj e shikoni. Në çdo moment unë mund ndodhem kudo kur nuk ka transparencë. Pra në këto momente unë jam në Iran
Dhe nga Irani nuk dëgjoni bombat, mund të jem në Siri, mund të jem në Rusi. Duhet keni parasysh dhe ju dhe dëgjuesit të mbajmë rezervat tona, sepse e vërteta është që Dajo Dasën nuk na tregoj vendodhjen, thjesht na tregoj lajmin, po jo vendodhjen. Po të ishte zoti Rama në Amerikë, mbaje mend nga mua, do të bënte live nga më të fundit, nga më të ndryshme. Po të ishte në Amerikë. Por, të na thot dikush që ngjitur me Amerikën, çfarë vende kufizohen me Amerikën që pa shkelur Rama ose të tjerë në Amerikë? Pra, siç ju thash më përpara, unë momentalisht ndodhem në Rusi tani, në Ukrainë, në Iran, Siri, në Izrael, por e vërteta është që zoti Rama nuk ka qenë në Amerikë. Për ato që i bën lavazh Ramës, a ka qenë në Amerikë apo jo, le t'ja bëjnë, por Rama nuk ka qenë në Amerikë. Atëherë kur Rama do të jetë në Amerikë, do të jetë kur do të ketë ftesën zyrtare dhe të ftohet nga presidenti Trump. Atëherë ejani të flasim, ka qenë në Amerikë, dhe ata që flasin që Rama nuk shkel në Amerikë, duhet të reflektojnë. Po derisa na është bërë lajmi se Soros u martu në Amerikë, sepse është Amerikan, nesër një shqiptar mund të martohet në Afrikë, po kjo nuk do të thotë që është Afrikan apo jeton në Afrikë. Pra do të thotë që vendet lëvizin sipas preferencës që kanë njerëzit që bën një procedurë martësore. Dhe vendodhja nuk ka qenë transparente në Amerikë. Dhe a do ftohet zoti Rama nga Trumpi? A ka vizë Rama nga Trumpi? Apo lejohet Rama të shkojë në Amerikë? Unë e kam thënë tek ju dhe e përsëris. Trumpi nuk ka në politikën e tij politikë siç ka pasur Bideni. Pra, ndëshkon kundërshtarët politik të mikut të tij, atë që bëri me Berishën. Trumpi është politik tjetër, është natyrë tjetër. Nuk ka Trumpi natyrën e djallit Biden. E kam cituar disa herë tek ju dhe dua ta përsëris që mos bëhemi do thoja copy-paste me deklarimet e tjerëve. A shkel Rama në Amerikë? A bëhet Rama petito në Amerikë? A Rama arrestohet në Amerikë dhe nuk kthehet në Shqipëri? Duhet të keni parasysh ju këtë gjë. 24 muaj nga momenti kur Trump është futur në shtëpinë e bardhë, duhet të dini që të gjithë kryeministrat e vendeve, të cilët nuk kanë pas një afrimitet me Trumpin, nuk zënë të drejtat ashtu si Trumpi i mendon. Përjashton Melonin, kryeministrin e Britanisë, kancelarin e Gjermanisë, të cilët Trumpi pati një vizitë, ose më mirë do thoya pati një shkëmbim ose një takim i cili ka të bëjë me disa interesa që Trumpit i duan për Amerikën. Por vendet të tjera që janë pjesë të NATO-s dhe nuk janë takuar ende me Trumpin, në 24 muaj nga momenti ku Trumpi është në karrige, edhe derisa të arrijë afati 24 muaj, do të shikoni qartësi që edhe Shqipëria do të ketë një mundësi takimi, por aty duhet kuptuar, takimi do të bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo do të bëhet takimi në një vend ku nuk është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është në një do të thoya konferencë ndërkombëtare kur është në kuadrin e NATO-s ose në kuadrin e paqes ndërkombëtare dhe zoti Rama mund të takojë zotin Trump. Por kjo nuk do të thotë që takimi tregon që kanë rregulluar marrëdhëniet Trumpi me Ramën apo Trumpi e don Ramën. Jo, nuk ka lidhje kjo gjë. Ka lidhje që Rama
kërkon të bëj një foto që të na tregojnë ne që shiko, unë pavarësisht se çfarë kam thënë për Trumpin, unë me familjen Trump kam lidhje sepse po i shes Shqipërinë. Po kjo nuk ka lidhje fare me politikat Trump, sepse ne jemi mësuar që politikanët shqiptarë shesin Shqipërinë sikur e kanë të tyre. Dhe një pjesë e popullit ton, të jemi realist, e pranon që shitet Shqipëria. Një pjesë e pranon. Derisa ke votu Partinë Socialiste, don ta shesë Shqipërinë. Dhe mos më bë patriot, se e patriot vetëm për 2 ditë të vitit. Por gjithë këtë kohë, 4 vite e le të shitet Shqipëria. Vendi yt, se ke votu Partinë Socialiste. Dërsa për ata të cilët janë pak më ndryshe, normalisht e shikojnë ndryshe politikën ndërkombëtare. Prandaj, foto e Ramës me Trumpin dhe vajtja e Ramës në Amerikë nuk ka lidhje fare me a pranohet apo jo Rama. Derisa Rama është kryeministër i nderuar, do të pranohet, sepse nuk mundet të kemi konflikt me një shtet, sepse një shtet tjetër nuk do kryeministrin tënd. Pra, logjika të ngrehet përtej njeriut dhe të reflektojmë të gjithë nga logjika dhe të themi njerëzve që një shtet nuk mund të godas një kryeministër kur është në detyrë. Të iki Rama nga detyra, jo në ngrada, po model do bëhet. Model, po kur u them model, as ju nuk do ta besoni modelin që do i krijohet Ramës. Dhe Rama vetë nuk do ta besoj ç'a modeli do të jetë në shoqërinë shqiptare, edhe si kur ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Do them 2 raste. Nicolas Sarkozy në Francë, njeriu, do thoja, politikan më i fortë i Francës, ka përfunduar në arrest shtëpi dhe i dënuar. Rasti Veliaj, në mendjen ton ka qenë i fortë kundër Ramës. E ke në paraburgimin e Durrësit. Vetëm të 2 fakte dua t'ju them që duhet njerëzit të reflektojnë dhe mos të mendojnë se pushteti është ai i cili është i përjetshëm. Ai që ka pushtet të përjetshëm, që vetëm njerëzimit i fiket drita dhe atit kur, është Zoti, por jo politikës, as njeriut. Ju si mendoni, kur mund të goditet Edi Rama? Do jetë në një rast specifik kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë Donald Trump të merret me Shqipërinë pasi të ketë zgjidhur çështjet e Iranit dhe Izraelit dhe ato të lindjes së mesme? Përfshi dhe Kosovën. Patjetër, duke qenë se ju keni përmendur dhe një listë prej 69 personash të cilët mbahen fort në lupën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe që mund goditen me njëherë pasi SBA-ja të kthej sytë më konkretisht nga Ballkani. Ato do goditen sepse goditja do të jetë ashtu siç duhet, sekrete. Pse do jetë sekrete? Sepse goditja do jetë tek për tek, nuk do jetë kolektive. Pra se Trumpi ka politikë tjetër. Por me ardhin e Trumpit kemi Ukrainë, Rusi, Siri, ke edhe Bangladeshin, mos e le jashtë loje. Ke problemin me Iranin dhe Izraelin. Po kujdes, ky konflikt ka ndodhur edhe kur ka qenë Bideni. Avancimi i këtij konfliktit me ardhen e Trumpin e bën Trumpin që të harroj pak agendën e Ballkanit perëndimor. Por, mos të harrojmë faktin se Trumpi në të njëjtën moment do merret edhe me Ballkanin. Por nuk merret momentalisht sepse Ballkanin e ka të pezulluar. Qeveria Kurti nuk u formua. Ke pothuajse 40 herë të shkojnë të formojnë parlamentin, nuk janë të aftë të formojnë jo parlamentin, por nuk janë të aftë të komunikojnë për një linjë të përbashkët, sepse nuk ka shkuar linja e Trumpit akoma tek ata, sepse linja e Trumpit është e dhimbshme për Albin Kurtin. Por jo vetëm për Albin Kurtin,
por është e dhimbshme për George Sorosin dhe për interesa sorosiane në Kosovë. Pra ju mendoni se do goditet dhe Edi Rama dhe Albin Kurti nga Donald Trump? Zoti Rama dhe Albin Kurti dhe kryeministra Sorosian janë goditur nga zoti Trump. E mospërfidhja është goditje më e rëndë se sa të citoj dikush emrin tënd. Po, se e kemi parë në takime që më shumë ka preferuar të ketë komunikim dhe takime me presidenten Vjosa Osmani se sa me Albin Kurti. Që do të thot, zoti Trump mund të thot mundet të vendosni zonjën Osmani kryeministre dhe zonja Osmani nga presidente të bëhet kryeministre me votat e Albin Kurti, sepse zoti Albin Kurti është bërë me votat e zonjës Osmani kryeministër. Së kështu është politika, me kështu bësh me vota bësh, nuk bësh me sepse do Bideni dhe Clintoni. Dhe në fakt ka një moment në takimin e Parisit ku u inaugurua katedralja e Parisit, ku Donald Trump takohet me Vjosa Osmanin dhe Edi Rama e shikon me bish të syrit duke qenë në distancë dhe duke u ndjerë komplet i përjashtuar nga kontakti që mund kishte me Donald Trumpin, pasi ka zëra dhe sipas shumë zyrtarëve theksohet që kanë qenë atë takim që këshilltarja e tij i ka bërë të ditur Trumpit që të mos e takojë Edi Ramën. Po është e vërtet ky fakt, por nuk e pranon zoti Rama, sepse zoti Rama nuk mund të pranojë që zoti Trump nuk e ka në linjën e tij. Por zonja Osmani është një ndër personat të cilët ka një linjë drejt për drejt me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Shtëpinë e Bardhë, dhe zonja Osmani, për mendimin tim, dhe ato që vetë politika ndërkombëtare i nxjerr në korridore ose më mirë në linja zyrtare, zonja Osmani me Shtëpinë e Bardhë nuk ka probleme siç ka zoti Kurti. Pra zonja Osmani edhe me rastin Biden ka pas linjë shumë të mirë komunikimi, edhe me administratën Trump ka lidhje të mira komunikimi, po më lejoni t'ju them se ka linja komunikimi shumë të mira me Amerikan. Tani, a janë Amerikan biznesmen apo politikan, nuk ka pik lidhje, pra nuk ka rëndësi, por e rëndësishme nga kjo është që zonja Osmani ka një nivel komunikimi, linje, bashkëpunimi, marrëdhënie me amerikanët të shkëlqyer flas. Po zoti Kurti, zoti Rama, jo. Po të mbetemi pak te raporti i Donald Trump me Edi Ramën. Po Donald Trump konkretisht a ka një dosje të liderëve botëror, përfshi edhe ata në rajonin e Ballkanit, që pavarësisht se jemi vende të vogla si Shqipëria dhe Kosova, ku shfleton gjithë veprimtarinë e tyre politike, akuzat, dosjet që kanë konkretisht dhe në një moment mund ta nxjerrë nga sirtari për ta hedhur në veprim. Po hedhja në veprim nuk është ajo hedhja që unë po të vej gjobë ty. Hedhja në veprim është që unë kemi rastin e Sali Berishës që u shpall non grata. Pra, hajde më tako dhe flasim nga afër, edhe unë kam të them disa gjëra, po nuk është ai rasti që shiko unë mbaj diçka për ty edhe kur të ikësh nga pushteti do ta vendos kundër teje. Jo, nuk është kjo. Jo, nuk ishte ajo, nuk ishte ajo ideja. Jo, më falni, nuk ishte ajo ideja e pyetjes. Ideja e pyetjes është që çdo president që vjen në zyrën ovale, a ka i dosje të liderëve botëror që e konsulton për të parë që ky lider botëror është i vlefshëm për të atakuar, është i vlefshëm për të pasur kontakte me të, dhe në një moment caktuar, duke qenë se ka pasur akuza, siç është rasti i dosjes së Megonigal kundrejt Edi Ramës, mund të atakojë direkt nga presidenti Donald Trump duke qenë se ka korruptuar një ish agent të FBI-s, dhe është një gjë e rëndë, duhet thënë. Shiko, si e shikoj unë dhe me ato informacione që unë kam. Zoti Rama në Shtëpinë e Bardhë është kundërshtar me linjën Trump sepse është aleati i Sorosit. Kjo provua me martesën dhe me lidhjet e tij që ka me Sorosin. Por unë mendoj diçka më të gjerë me aq sa kam kuptuar dhe më kanë thënë. Goditja e Ramës nga Trumpi nuk do të vijë drejt për së drejti, po do jenë linja të tjera
të tjera përtej Trumpit, për shembull, një media ndërkombëtare do dalë dhe do thotë që Rama është i korruptuar. Një institucion vlerësimesh, leadershipësh do dalë që Rama është një autokrat. Pra, goditja amerikane ndaj Ramës nuk do të vijë ashtu siç duan të gjithë, të dali Trumpi tek shtëpia e bardhë thotë Rama armik i popullit shqiptar. Jo, nuk do të ndodhi kështu. Por të ndodhi në mënyrë periferike, që Rama nga institucionet mediatike ndërkombëtare do quhet si një person i korruptuar, si një person që mori 83 mandate dhe gjithë klasa e politike është në burg, dhe ndërkohë ai është jashtë burgut dhe përdor drejtësinë kundër tij. Sepse edhe raporti i Parlamentit Evropian thot një gjë të tillë. Pra, e gjithë goditja nga Trumpi nuk do t'i vi Ramës drejt për së drejtë që unë po të godas. Sepse Trumpi nuk ka ndonjë interes me Ramën. Pra nuk ka një interes. Trumpi intereson Shqipëria dhe në aspektin ndërkombëtar intereson që Amerika të jetë prezente në Shqipëri. Nuk intereson fare Rama, as Kurti. Por, ju të keni parasysh që edhe Kurti edhe Rama në momentet saktuar do goditen nga politika ose nga institucione mediatike ndërkombëtare amerikane gjithsesi, dhe me rastin me Gonigan, nga lajme që qarkullojnë, që të vijë në dieni dhe rasti Trump. Pra thot Trump, "Wow, pas kemi një kryeministër të korruptuar në Shqipëri." Po nga e mësoi Trumpi këtë gjë? Nga mediat amerikane. Po nga e mësuam shqiptar që mediat amerikane e kanë nxjerr Ramën si të korruptuar për zgjedhjet? Pikërisht nga publikimet e mediave amerikane. Pra do të thotë që loja është më e gjerë, nuk është një lojë që Trumpi del dhe thotë Rama, hajdut. Jo, si bën Berisha, Rama kriminal, krimi organizuar, terrorizëm e kështu me radhë. Jo. Do ndodhi që mediat e mëdha amerikane do dalin me statuset e tyre që thonë që një autokrat i Ballkanit, bashkëpunëtor i Sorosit e kështu me radhë. Pra, linja është pak më ndryshe. Nuk është ashtu komuniste si e bënte Yuri Kim, që shkonte dhe thoshte do hani bar ju demokratët. Turp. Ajo e hongri bari, se Sali Berisha u bë kryetar partie. Vullën e mori, pavarësisht se ajo shkonte dhe ndikonte tek tek gjyqtarët. Dikonte, pse dikonte? Jo për vullën e Saliut. Po nuk mundet një ambasador të takoj 20 herë kryetarin e gjykatës kushtetuese. Nuk mundet një ambasador të takoj 100.000 herë kryetarin e SPAK-ut. Dhe SPAK-u pas 100 vitesh kujtohet që pas ka një kallëzim për Saliun dhe Saliu që ka i pandehur për një VKM që SPAK-u e kishte aty. Edhe tha, tani erdhi momenti që ne të tregojmë goditjen e madhe europiane. Këta janë mashtrime që të kënaqet një popull që jetojnë në varfëri ekstreme dhe kur të ngrej kokë ti thotë ti je i varfër dhe do të vdesësh në varfëri sepse duhet të pasurohen të tjerë në kurrizin tënd. Këtë popull na kanë katandisur në këta maskarejt ndërkombëtar. Se ka maskarejt ndërkombëtar që vinë këtu 3 muaj ose 3 vjet, mbi pasurohen dhe në fund fare ne hajmë kokën e njëri tjetrit. Edhe na sollën një reformë drejtësie më skandaloze që nuk ekziston në planet. Edhe vinë pastaj të avokatë se të zgjasë gjyqi. Po me 500 vjet kur ti duar të ketë një ambasador mashtrues që të kalon pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë të lartë, që të vrasësh ti njëri tjetrin. Ky është fakt konkret. Edhe pret çfarë do thotë Trumpi. Çfarë do thotë Trumpi? Trumpi shtetin e vet do mbrojë. Ambasadori çfarë do mbrojë? Shtetin e vet do mbrojë, nuk do mbrojë popullin shqiptar. Ashtu si mashtrohen populli jon. Nuk ekziston ambasador të mbrojë interesin e shqiptarëve, përveç shqiptarët. Edhe Trumpi, amerikanët do mbrojnë, nuk do mbrojë shqiptarët dhe Edi Ramën. Është turp ne si popull të besojmë që do zgjohet një ambasador të mbrojë shqiptarët. Kurrë nuk do t'i mbrojë. Madje dhe ja fusi gjithëve dhe thotë, dua të fitoj shteti im. Sepse ju duhet jeton në varfërinë e ignorancës, e paditurisë, e shkelmimit, edhe bullizimit ndërkombëtar. Që thënë, shqiptarët hajdut kriminale dhe kështu, edhe vë tabel qitje. Edhe këte them me plot bindje, në afusin, tani mbajnë si të doni fjalë në futje.
Zoti Zhlima, të vim në terrenin politik shqiptar ku ju e keni paralajmëruar deri diku që njeriu që mund t'i haj kokën Edi Ramës është vetëm Erion Veliaj. Dhe ky i fundit tashmë ka nisur disa mesazhe të koduara nga burgu kundrejt Edi Ramës dhe një nga këto lëvizje të tij ishte edhe një nga goditjet që është bërë dhe është përfolur së fundmi konkretisht ndaj kryetares së komanduar të Bashkisë së Tiranës dhe komanduar konkretisht nga Edi Rama. Lufta në Partinë Socialiste ka nisur në 2022-shin, në 2024-ën ne bashkë këtu te Agora News kemi bërë komentin për kongresin e Partisë Socialiste, kur me 28 korrik 2024 ne kemi përcjell zotin Veliaj nga strukturat e Partisë Socialiste në intervistën e famshme që në rast se na kujtohet se 3 ditë zjat lajmi dhe pastaj harrohet dhe harrohemi. Pra, duke vajtur aty ku duhet, tek e vërteta është që Partia Socialiste nga 2022-shi pas zgjedhjeve të 2021-shit, kur zoti Rama u ndihmua nga zoti Veliaj me grupin e tij që të merrte mandatin e tretë, zoti Veliaj ka pasur qefin që të drejtonte Partinë Socialiste dhe zoti Rama brenda kësaj kohe tranzitore nga 2021 në 2025 të lente Partinë Socialiste dhe zoti Rama të bënte president Republike dhe zoti Veliaj të bënte kryetari i Partisë Socialiste dhe pse jo dhe kryeministri i Partisë Socialiste, për shkak se në këtë legjislaturë zoti Rama ishte kryeministër me votat e Partisë Socialiste dhe pa nevojë në një koalicioni. Kjo ishte strategjia, por nuk arriti kjo strategji për shkak se spaku i partisë dhe në shërbim të partisë, se spaku asnjëherë nuk ka qenë në shërbim të kushtetutës dhe ligjeve. Pse? Sepse spaku ka punuar gjithmonë politikisht, shiko këtu rastin Berisha, Meta, Mediu e të tjerë Hameta e me radhë, që kur ka qenë një problem i brendshëm politik, është përdorur spaku me arrestimet e famshme që të kënaqet populli, u arrestuan ata u futën në burg dhe kështu është rasti i zotit Veliaj. Pra, zoti Veliaj u fut në burg sepse partia e tij donte të fuste në burg dhe jo se spaku bëri jetime të drejta të pavarur, të paanshëm, dhe spaku i famshëm që bën vetëm mrekullira në këtë vend dhe fut në burg të gjithë dhe e çuditshme është që nga të gjithë të pëburgosurit që kanë qenë rreth mbretit të tyre, mbreti është jashtë dhe ata janë burgaxhi. Kjo është thjesht sa për të kënaqur ata të cilët kënaqen për një drejtësi amerikano-europiane, kanadezo-marokane dhe afrikane. Inshallah mos ju ngeci afrikanët në mes. Por, e vërteta është që zoti Veliaj, për mendimin tim, në rast se do të kishte punuar më bukur nga aspekti mediatik, ka punuar shumë keq në aspektin juridik, mirë pjesërisht, po vazhdon edhe po ecë më mirë. Por në aspektin njohje ndërkombëtare, zoti Veliaj do ishte shumë mirë, pra do të ishte jashtë burgut. Unë uroj që zoti Veliaj, me rastin e gjykatës së lartë, të dalë nga burgu dhe të jetë rrezik real për zotin Rama. Por zoti Veliaj nga burgu do të jetë rrezik i kufizuar i Ramës. Pra, të jemi realist, për ata që duan zotin Veliaj në burg, unë jam kundër, sepse zoti Veliaj është një armik i fort kundër zotit Rama. Se burgu ndaj zotit Veliaj nuk ishte burgu penal, është burg politik. Dhe mënyra se si spaku arrin dhe bën një punë dhe një metodë politike dhe partjake në interes të Partisë Socialiste, unë nuk shpi fakti konkret 83 mandate, ajo raporti famshëm që bëjmë mbledhje dhe shkojnë për aksione në për qarqe që banda të mblidhen në momentin kur vinë dhe kur të vazhdojnë punën dhe aksionin kur ik spaku. Ky është një mashtrim. Pra do të thotë që spaku ka fut në burg, unë e them për socialistët që besojnë që spaku punon për drejtësinë. Spaku nuk është
drejtësia. Drejtësia është gjykata. Spaku është vegla e pushtetit ekzekutiv. Pra do të thotë që krimet e rënda kanë qenë gjithmonë në shërbim të pushtetit ekzekutiv. Spaku është gjithmonë dhe në vazhdimsi të pushtetit ekzekutiv. Pra do të thotë që arrestimi ndaj zotit Veliaj ka ardhur si një porosi dhe një nevojë ekstreme për të mos rrezikuar karrigen e zotit Rama edhe në këto zgjedhje dhe para këtyre zgjedhjeve. Pra arrestimi i zotit Veliaj ishte një rrezik për zotin Rama, por dalja nga burgu zotit Veliaj do të kanoset një rrezik shumë i madh ndaj zotit Rama. Unë uroj që gjykata e lartë, gjykata dhe kolegji i partisë, Plepa 2, të nxjerrin zotin Veliaj nga burgu. Kjo nuk është një apel politik, se mendimi im për zotin Veliaj dihet, unë nuk jam si ata që ndryshojnë mendimin politik sa si fryn era apo si fryn era tjetër. Por ana juridike unë e them, Spaku ka qenë në shërbim të pushtetit ekzekutiv. Dhe më bën një pyetje të rrezikshme, po ja bëj vetes. Edhe sikur Rama të shkojë dhe të merret në pyetjet e Spaku, a mendoni ju se Rama mund të arrestohet si kryetar i pushtetit ekzekutiv? Jo. Po a mendoni ju se Rama mund të ftohet për dëshmi që të kënaqë grupet e brendshme udhërit edhe i gjatë, ne s'ka mundësi. Po jo, është lavazhi, është PR-i, ne i ftojmë të gjithë se s'pyesi për ata. E kur mund të ftohet Edi Rama në Spak? Kur mund merret në pyetje se ai ka thënë që të guxoj Spaku që të marr telefonin tim? Shiko, kjo do të vi, dëgjoj. Kjo vjen si PR. E ma men kur takonin këta me ambasadorën për të bërë lojën e famshme, ne po punojmë, po bëjmë namin, bëjmë foto, çak fa, fu, kështu gjëra budalliqe. E mori tetë e kapi ky 83 tani. Tani ky mund t'i thot, çuna, tani është momenti të më thrisni mua. E kuptove kur thritet. Kur ai thot, çuna, tani më thrisni, të vi t'ju flas. Se telefonin nuk ma morët. Bravo Spaku! Bravo, arritët gjën më të madhe e sotët e verin përsëri në vendin e duhur. Spaku, rroft Spaku për Partinë Socialiste, po mos harro, Hitleri, duhet të them edhe këtë që mos ta harrojmë, mos ma shkëput lidhe. Hitleri në 1933 mos harroj, u fut me zgjedhje. Pastaj ignoronte si institucionet gjitha këto. Po kur erdhi momenti që Hitleri duhet të fillonte të mblidhte, pastronte të gjithë vetit, po të gjithë, përkthyes, spiuna, ushtar, edhe po mblidhte, i pastronte. Pse? Sepse po të flishin ata kundër këtij, ky do të hante më keq. Prandaj thoshte, në pra, duke u vetë mblodhur, dhe duke u mbledhur edhe më shumë, vrasin. Pra do të thotë, këto prezervativa që ndihmon Ramën me 83 mandate, Rama është sigurt që do t'i vrasë politikisht. Pra, shiko modelin Hitler, do të shikosh, Hitleri vriste të vetit, nuk vriste përtej vetes. Sepse ai që e ke përtej teje, pra që vërtet kundër teje, s'ka më çfarë rreziku t'japi ty. Po ai që e ke rreth vetes dhe të hersh nga mis deri në darkë, dhe kur të kthehet ty fillon, a ky është problemi. Edhe i kërkoj ndjes ata të cilët kanë probleme me fjalin kështu, por është një natyrë shqiptare, kjo, edhe keni pranuar edhe nga Edi Rama, se ju ka thënë, çfarë ju ka thënë Edi Rama, edhe ju keni probleme me kapakun. Se me tenxherën se kishte, por me kapakun e keni problem. Prandaj është e vërtet, pra këtu kuptohet që nuk flas për popullin tonë në gjërësi, e kupton? Unë flas me një pjesë të vogël që jetojnë në varfërinë e ignorancës. Nuk flas për gjithë popullin shqiptar. Dhe unë kam një vlerësim tjetër për popullin shqiptar në tërësi. Populli jon din të vlerësoj, por ngatrohet te disa rrugica kombëtare, ndërkombëtare dhe bëhet çarap gjatë rrugës. Po unë them për ata të cilët përdoren nga pushteti që kapaku do t'i zej. Për ata do t'i zej, sepse politika ka tjetër natyrë dhe tjera gjëra. Po gjithsesi,
Tu jemi do t'i themi. Të mbetemi sërish te Edi Rama, i cili në 34 vjetorin e Partisë Socialiste deklaroi që kur të mos shihni Gramozë Ruçi në oborrin e Partisë Socialiste, atëherë nuk do të jem edhe unë. A është ky një lajmërim se do të largohet nga Partia Socialiste dhe nga jeta politike shumë shpejt Edi Rama? Ishte një mesazh shumë i bukur, mua më pëlqeu të jem realist, sepse unë mendoj tek aksidentet, sepse njeriu kur vdes nuk vdes me paralajmërim, po vdes aksidentalisht. Pra do të thotë prezencën e tij në oborrin e Partisë Socialiste. Jo largimin e tij nga Partia Socialiste dhe duke vepruar spaku dhe duke fut në burg. Këtë nuk na e tha, por na tha aksidentin. Pra, të gjithë njerëzit duhet kuptojnë që aksidenti më i madh është kur vdes. Nuk shë kuptoj. Pra, kur drita fiket dhe nuk ka më dritë tjetër. Që do të thotë, Zoti Rama thotë, vdiq nesër Gramozi, vdiq edhe Edi Rama nesër, nuk shë kuptoj. Është gjallë Gramozi dhe të oborri PS-s, është edhe Rama tek PS-ja. Po mirë atëherë, të bëj një pyetje unë tani ty, po unë prap do përgjigjem. Po e më mend që Rama vendoste gjithmonë Pandeli Majkon çdo herë dhe thoshte kur Pandeliu unë do vdesë dhe Pandeliu do jetë, do ju thot juve, tani u mor me Gramozin. Po pse e zhduki Pandeliun? Pra i thoshte diçka Gramozit. Gramoz, çfarë po bën atje në atë qytet? Më aman edhe ti. Prandaj them, derisa Zoti Rama besoka tek aksidentet, tani ne do shikojmë jeton Zoti Gramoz, po, edhe Rama është aty. Larg qoftë, them mirë. Po hajde se njerëz jemi gjithë, vdes Zoti Gramoz, e atëherë do vdesi edhe politikisht Zoti Rama. Unë kështu e kuptova. Po gjithmonë duke uruar shëndet Zotit Gramozit, dhe për Ramën e paft Zoti. Ose më i lënë Zotit meritat. Të kalojmë pak te struktura e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, siç është SPAKU, ku ka pasur një përplasje sipas raportimeve në media midis kreut të saj, Altin Dumanit, dhe prokurorit Arben Krajës, të cilin e ka shkarkuar nga detyra që mbante aktualisht dhe në vend të tij ka emëruar një grua. Ju si mendoni, pse ka ndodhur kjo përplasje dhe çfarë fshihet konkretisht pas kësaj përplasje midis Dumanit dhe Krajës? Shiko, unë e shikoj pak më ndryshe këtë, nuk e shikoj ashtu siç e shikojnë tjerët në anën strukturore, organizative të SPAKut, ne po ndryshojmë, po bëjmë diçka. Unë mendoj se synimi i Zotit Dumani është që të thotë Zoti Kraja që shiko, në rast se Rama do të bëjnë një pakt me Tom Doshin, të bëjnë një ndryshim në ligjin e SPAKut dhe me Sali Berishën ndryshime në aspektin kushtetues, dhe do të ketë mundësi të rikonfirmohet Dumani kryetari i SPAKut edhe pas dhjetorit të 2024-s. Normalisht Zoti Dumani nuk don të ketë Zotin Kraja kundërshtar në garën brenda subjektit që është SPAK. Pra unë shikoj një lëvizje politike për të marrë mbështetjen e Zotit Rama, Zotit Dumani, përtej mandatit të 3 vjeçar që të kemi një mandat të dytë, po ato me parashikimet edhe ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Pra, duke qenë në këto kushte, unë shikoj një goditje të brendshme, pra filloi goditja, Zoti Dumani është më i fortë sepse ka mbështetjen e Zotit Rama, Zoti Kraja është, do të thoja, një natyrë më diplomate, është Zoti Kraja për mendimin tim, pavarësisht mendimit tim për atë, por nga aspekti i tij drejtimit të SPAKut dhe mënyra se si vepron si prokuror, është prokuror shumë diplomat. Pra Zoti Kraja, po ju bën ai puç në gjë është gjë tjetër kjo, po Zoti Kraja mund të ikë nga SPAKu me kokë lart në një moment, pa u bë puç, e kupton? Puç nuk kupton gjithçka, por pa u bë puç, sepse ka punuar me shumë diplomaci dhe nuk është bërë vegël. Pra, ka përdorur institucionin ashtu siç duhet përdoret. Po nuk është bërë vegël kur ka qenë në krye të institucionit. Pavarësisht se është bërë pjesërisht vegël në procedimin e Berishës.
e ka kuptuar gabimin me vonesë, sepse ka menduar se do të jetë ai një potencial për rizgjedhur kryeprokuror pas mandatit të zotit Dumani. Dhe kjo intrigë e brendshme, ata kishin menduar që të bënin ndryshime kushtetuese në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar. Prandaj them unë mos besoni ambasadorët, ambasadorët bën lojra. Rrin 3 vjet këtu, bëjnë hatan dhe pastaj ikin edhe ne pastaj kapim me njëri tjetrin për fyt. Po çfarë intrige po luhet tani brenda SPAK-ut? Intriga është e karrikës, kryetari është më i miri, kryetari është më i forti. Kryetari përcjell kush do merret në cilën dosje do merret dhe kush dosje do të regjistrohet ndaj çdo personit që atribuohet një vepër penale. Kryetari ka një libër sekret që s'njëri se ka thënë. Ka librin e procedimeve dhe kur prokurori shkon aty dhe vendos emrin e personit, e ka prokurori librin. Prokurori e mban librin kështu, o zotëri. Kryeprokurori e ka librin edhe mban kështu. I thot, hajde. Kë do procedosh ti? Jo, nuk është momenti. Do të them unë kur është momenti. Ik tani. Kush është libri? Libri është procedimi regjistrohet me njëherë. Kush e ka? Kryeprokurori. I thot kryeprokurori prokurorit. O prokuror, çka ke bërë me këtë procedimi kundër këtij? Po na jemi me hetimet dhe kështu e këto mirë. Po emrin e personit? Po kë ke emër ti? Po ju nuk na vlen. Ik. Hajde herë tjetër, hajde pas 3 muajsh. Zgjat hetimet. Vjen tjetri, kë ke Sali Berishën? Është Altini tani në këtë moment. Po. Masi dhe emrin mbi emrin të dhënat, po më. Ma siguri e mbaroi puna. Pra, kryeprokurori marr librin e procedimeve dhe të personit që atribuohet vepra penale. Prandaj kur ka qenë Rama atëherë në Asamblenë e Partisë Socialiste dhe kërkoi arrestimin e Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe të gjithë këta, kraja ishte i zgjut, nuk bëri gabimet. Erdhi Dumani dhe tha, mora unë librin tani dhe tani unë do t'i fus gjithë në burg sepse do Rama. E bëri është fakt konkret. Pra, SPAK-u u përdor politikisht nga zoti Rama. Pra do të thotë që të jemi realist në qytetarët shqiptar, që të gjithë duan të bëhen kryeprokuror sepse kanë librin magjik. Ai është libri që mba kryeprokurori. A ka i përplasje për dosjet e nxehta që luhen në SPAK, duke qenë se në media ka qarkulluar së fundmi se SPAK ka në shënjestër një nga ministrat e Edi Ramës që mund ta godas së shpejti? Edhe të goditet ministri Ramës nuk ka pikë vlere, sepse po godit çfarë është një mesazh i brendshëm në Partinë Socialiste që pavarësisht se ne morëm 83 mandate, unë jam i sigurt, ju të tjerë jeni të rrezikuar. Pra unë ju përdor si prezervativ, unë ju përdor juve dhe ju s'keni çfarë të bëni sepse ju jeni të përdorshëm nga mua. Pra do të thotë që arrestimet janë kod, pra do të jetë Balluku, Taulant Balla, do jetë Mazniku, do jetë qa ministri ka aty, sepse harrojmë edhe emrin Malaj, çfarë janë këto, sepse as kanë karakter politik, thjesht janë teknokrat. Pra do të thotë për mendimin tim, e gjithë kjo situatë që është në aspektin e arrestimeve të ministrave nuk kanë lidhje fare, nuk kanë lidhje. Arrestimet bën thjesht sa për të janë statistika dhe për të ndihmuar zotin Rama të vazhdojë të jetë kryeminist dhe kryetari i Partisë Socialiste. Në rast se zoti Duman do të bëhet kryetari i Partisë Socialiste dhe deputet i Partisë Socialiste, sigurisht që dikush brenda SPAK-ut do të bëjë arrestimin e zotit Dumani sepse pretendon të bëhet kryetari i Partisë Socialiste. Një nga emrat e lakuar shpesh edhe në mes radhëve të njerëzve të drejtësisë, por edhe në fushën e medias, në raportimet e medias, është edhe Belinda Balluku, zëvendës kryeministrja, që përflitet shpesh se mund të goditet nga SPAK-u. Sa gjasa ka që SPAK të godas vërtet Belinda Ballukun, apo është thjesht një shashk që hidhet her pas here? Shiko, edhe për Arben Armetajn, asnjëri nuk e beson që ai do goditet, sa ai mbante politikat më të forta dhe do të thoja zëdhënësi më i fortë i Edi Ramës. Pra do të thotë që edhe zonja Balluku për mendimin tim të reflektoj shpejt se ka vendosur shumë firma për të mirën e saj, të them, mua s'më intereson fare sepse as interes nuk kam.
as kam as do të kem. Por e vërteta është që unë shikoj që zonja Balluku në një moment të vështirë për zotin Rama do të lëshohet ku përfshihet zoti Rama në një vend. Por në moment zonja Balluku për mendimin tim do jetë në momentin më të vështirë, po me zvarritje dhe ajo do jetë në varësi të saj se sa e zju do të jetë të mbrojë veten e saj. Por uroj që mos të jetë viktim për të shënuar si statistik në SPAK. Pra, e mira është të kapet për një rast që ka shpërdoruar detyrën e saj, po jo të kapet për një rast për të djegur politikisht sepse duhet të fshihet një ngjarje tjetër që përfshihet dikush tjetër dhe jo ajo. Pra viktim. Uroj mos të jetë kështu. Po është kështu, është përgjegjësia individuale, pra zoti Rama nuk thot gabim atë që zotëri po kolektive nuk e kemi dhe përgjegjësia mbetet individuale. Jam shumë dakord me zotin Rama unë. Edhe besoj edhe këta të cilët shkojnë edhe bëjnë në statistikë në SPAK janë shumë dakord me zotin Rama. Shiko zotin në Perin Dreca, mos gaboj, që tani u kujtua ai që ekziston prezumimi i pafajësisë, tani u kujtua ai që ka sistemi i keq, tani u kujtua ai që SPAK-u që ka i keq, tani u kujtua ai. Se gjithsej atë kohë ishte në si të them në fitore dhe në festën më të madhe drejtësisë shqiptare. Po kur të vjen zjarri ty, atëherë kujtohesh për zjarr fiksin. SPAK-u është makinacion e partisë në pushtet, zotëri. Është një makinacion i cili përdoret për të djegur, eliminuar kundërshtar politik të pushtetit ekzekutiv. Nuk them në shpifje, janë fakte konkrete. Njerëzit futen në burg për statistika dhe njerëzit të keq përdoren dhe bëhen prezervativ dhe po them nga inati këtë fjali se e meritojnë ata që sot vjen nga gjumi dhe thon, "Ua, SPAK-u që ka i keq." Po kur ishte ti më qer ata edhe nuk e ke parë që SPAK-u ka qenë i keq që në fillimin e herës, që është përdorur politikisht dhe zgjidhet politikisht edhe mashtrojnë popullin shqiptar. Pra, jemi dehur nga kjo, mos fol, mos. Pra dhe këta tani që nuk flishin, tani këta të shikojnë që jeri dhe vetë momenti. Edhe zoti Berisha, dhe zoti Meta, dhe zoti Ametaj, dhe zoti Mediu, dhe të gjithë këta, le t'i shkoj flaka sepse kanë heshtur. Se kanë kujtuar që me SPAK-un do t'i bëjnë gropën njëri tjetër dhe jo vetes tyre. Dhe është momenti t'i japin vetes tyre përgjigjen e duhur. Shko përballu me drejtësinë që vetë ke reformuar dhe ke mashtruar, se vetëm reformim nuk i ke bërë. Ke mashtruar popullin shqiptar me një reformë mashtruese nga aty ku mbaronin gjyqjet brenda 5 vite dhe në apel, këtu do të zgjasi dhe 100 vite dhe do t'i zbardhet vendimi në parcelën e fundit që shkon horizontalisht. Kur kanë mbetur edhe 6 muaj nga largimi i tij, pra i përfundimit të mandatit të Altin Dumanit, vetë ky i fundit nuk i ka prekur, po themi, dosjet më të nxehta, siç është ajo e Charles McGonigal, ish agjenti të FBI-s, ku është përfshirë edhe kryeministri Edi Rama, apo siç është dosja e Xibrakës, ku dyshohet si i përfshirë vëllai i kryeministrit Edi Rama, Olsi Rama, apo edhe fondet e IPARD-it, ku ka vetë kallëzime nga Olafi dhe strukturat Bashkimit Evropian. Si ka mundësi që Dumani nuk ka prekur këto dosje, pra kaq të nxehta, dhe kur gjendet pranë largimit të tij, pra që na ndajnë vetëm 6 muaj? Zoti Dumani është zgjedhur 2020 në prokuror në SPAK dhe mandati i tij është 9 vjeçar. 3 vjet ka qenë prokuror i thjesht, 3 vjet kryeprokuror dhe pasi në rast se nuk kemi ndryshime kushtetuese për sa i përket mandatit dhe konfirmimin e zotit Dumani, më lejoni t'ju them që 3 vitet e tjera zoti Dumani do jetë një prokuror i thjesht. Pra do të thotë që ky do merret me disa dosje. Dhe do ketë disa dosje që të ketë një presion ndaj qeverisë që shikon në momentin e duhur, unë do veproj sepse 3 vite kam si prokuror i thjesht pas mandatit të kryeprokurorit, edhe 2 vitet para se të vi viti i tretë të largimit nga SPAK-u, gjithmonë në rast se nuk ka ndryshime ligjore, do të thotë që unë do marr disa dosje për pushtetin ekzekutiv.
Pra është formë presioni, gjëbdhënie. Pra ju Kush e mendoni se kupton mund juridikisht? pra ju mendoni se mund t'i bëj presion edhe Edi Ramës? Po, edhe zonjës Balluku. Të dini që zoti Dumani ka mbajtur shumë dosje që janë të zonjës Balluku dhe ka mbajtur vet ai. Në çfarë mënyre dhe cilat janë këto dosje që mund t'i bëj presion Edi Ramës? Varet, janë të gjitha ku përfshihet zoti Rama ose qeverisja e tij, sepse kur un flas që Spaku ka filluar edhe është marrë politikisht me politikat e një partie se si qeveris vendin, është rrezikshme për demokracinë. Asnjëri nuk e dëgjonte dhe të gjithë thoshin ç'a thot ky. Kur flisja unë për prezumimin e pafajësisë, asnjëri nuk fliste, por u arrestuan Velia tani, hajde se duhet kujtohemi për institutin e prezumimit të pafajësisë. Tani kur unë them që zoti Dumani në 3 vitet e fundit, në rast se nuk do bëhen ndryshime kushtetuese dhe ligjore për Spakun, atëherë zoti Dumani normalisht aty ku përfshihet zoti Rama do kujtohet që çoj agent te zoti Rama dhe të thotë na jepni ne një dëshmi për sa i përket kësaj ngjarje. Po jo se ju jeni person në hetim. Pra do të thotë që kjo është në politikën e zotit Dumani se si do të menaxhoj veten e tij pasi ka bërë këto arrestime duke izoluar opozitën shqiptare. Pra, zoti Dumani është përdorur politikisht nga zoti Rama duke izoluar politikën dhe opozitën shqiptare. Kjo çfarë tregon? Tregon që zoti Dumani do përdori çdo dosje sepse duhet të godasi në një moment qeverinë e Ramës, sepse do të goditet nga qeveria e Rama kur do të mendoj Rama se është momenti i goditjes. Pra, politika ose më mirë goditja ndaj zotit Dumani do të vijë vetëm nga Partia Socialiste. Zoti Dumani mos të mendoj se Partia Socialiste ose zoti Rama nuk do ta godasi politikisht dhe juridikisht zotin Dumani. Pse? Jo sepse zoti Dumani është njeri i cili është profesionist. Jo, nuk ka lidhje kjo. Ka lidhje që zoti Dumani duhet të goditet politikisht dhe juridikisht sepse nuk duhet të prishi punë të zoti Rama. Sepse do të keni parasysh diçka. Një prokuror ka një mundësi që të zvarris një dosje ndaj teje në mënyrë ekstreme. Shiko rastin Berisha 2020 u kujtu 2024 ai. Shiko rastin Meta 2020 u kujtu 2024 ai të bëj arrestimin në flagrancë të Metës. Shiko rastin e Ametajt 2020 kallëzimi aty u kujtu që Ametaj që ka rrezikshëm në 2021-22. Kupton tani? Shiko me Diu, u kujtuan që ta procedojnë rastin me Diu pas 100 vitesh që pas ka përfshirë një politikan brenda rastit Gërdeci. Pra, të gjitha këto janë politike. A mos harro faktin që ishte janarin u mbulu. Pritani nga shtatori të rinjallet. Hop, ishte janarin, na dolën politikanët. Na doli Saliu me kallash aty. E kupton, kjo është gjithfazë. Pastaj dali edhe Luli me kallash. Gjithë sa të kohë nuk e ke pa Lulin dhe Saliu me kallash. Po tani do dali, sepse duhet përdoret nga Spaku, ishte një janari për të frymzuar pra popullin me mashtrime për zgjedhjet 2027-ën, që të goditet pjesa e opozitës përsëri. Dhe këtë është në ndihmë të drejtë për drejtë zoti Dumani. Pra zoti Dumani është keq përdorur, por nuk e ka kuptuar, sepse çfarë ndodh me këta që janë lart në pushtet? Janë në ajër, nuk e kuptojnë. Kur ti i thua diçka, nuk e kuptojnë çfarë po i thua, sepse vetkënaqësia është e tepruar, është e paimagjinueshme. Ju nuk e besoj, keni besoj, keni fol me njerëz që janë në pushtet dhe kuptoni çfarë janë. E dini shumë mirë, po do flas unë, mos flisni ju. Jo, po flas unë. Janë në momentet ç'a them, i thotë kështu, ç'a për jashta. E kupton? Kur fillon edhe i vjen realiteti aty, kur ja vëlla do bëjmë një kafe, ke humbur, po e ke humbur ti më. Sidomos gjatë fushatës elektorale, po. Po, atëherë është kapaku. Dgjoj tani, e gjitha kjo që ndodh është e paimagjinueshme. Pse? Se të thot ku je ke humbur, se ke ra. Se kur isha atëherë në maj, nuk e di nga të shkoje. Pra do të thot që edhe të këta të cilët i kenë në pushtetin ekzekutiv gjyqësor, këta të gjyqësorit e hajnë më shumë se i përdor politika si prezervativ, pastaj i flak kapakun, a kuptojnë vendos kapakun dhe i thot dil nga sistemin, e pe kapakun që i bërë në sajt që pranoi ankimimin e Alibejit që si ishte pala ju e pranoi. Pas një kohë e shkarku nga gjyqtare. Po a e përdorën? E përdorën.
E pranojnë po. Gjykata e lartë i thot, kë pranon ti ankim të ati që nuk është palë më i zojnë. Thjesht të përdorë politikisht persone. Po, Pra këta tek sistemi i drejtësisë janë përdorë se kanë kuptuar dhe mendoj se kanë pelerinën dhe kanë pushtetin, por ikën nga pushteti, ku do shkosh? Do marrësh azil. Po të vjen tjetri, më ta bën greminë, më ta bën gropën ai tjetri më. Se po ja bëre gropën tjetrit, mbaj mend që do futesh në grop. Dhe të marrë jo azil, jo ambasador, jo pushtet kesh, por ai tjetri do ta gjej ta bëj gropën. Prandaj them, reflektoni të gjithë që i bëni gropa të tjerëve, sepse te gropa do të bijeni vetë, pavarësisht çfarë fuqie keni. Pra ju po thoni që Altin Dumani edhe duke qenë prokuror i thjesht i Spakut të mund të hakmerret kundrejt Edi Ramës me dosjet që ka, edhe pse në pozitën aktuale sipas jush, siç po thoni, ai po përdoret dhe keq përdoret nga Edi Rama. Po, sepse ai ka pranuar të përdoret nga zoti Rama. Shiko, kur ti politikisht përdoresh nga një person, është shumë e vështirë që atij personit të ikësh nga ndikimi. Po pra, po si do ikë që të hakmerret, kjo është ideja. Po nga kanë pushtetet, njëri ka ekzekutivi, tjetri gjyqësori. Dumani të fut në burg në çdo moment. Sepse Spaku është organ që të fut në burg. Gjykata nuk ka çfarë të bëj afërmendësh ajo fjali e famshme, që asnjëri si vuri re, po duhet të vite ty dhe pastaj të zgjohesh nga gjumi. Pra do të thotë që Rama në çdo moment nuk do të është një person i cili mund të kanoset nga zoti Dumani që mund ta fusë në burg zoti Dumani, Ramën. Kam frikë se anasjetas mund të ndodhi. Të kemi modelin e famshëm Maqedonisë së Veriut. Pra, edhe Rumanisë. Pra, duhet të keni parasysh diçka. Se si do përdoren kartët njëri tjetrit, kjo është një betejë e tyre që ne nuk na përfshi. Kur të ndodhi rasti, ne do dalim të komentojmë rastin. Por ne nuk mund të dim se si do përdori zoti Rama akoma zotin Dumani dhe si zoti Dumani do të përdor dosjet kundër zotit Rama kur do t'i vi flaka dhe atit aty brenda. Pra, ne nuk mund ta dim dot, po ne mund të themi që flaka do t'i shkojë të gjithëve. Puna është kush do përdori zjarrfiksin dhe a do të ketë makina e zjarrfiksit, ajo makina e famshme, ujë të mjaftueshëm që të shuaj zjarrin. Pra, kujdes, ujë e mjaftueshëm që të shuhet zjarri. Se zjarri mund të shuhet, por pjesërisht. A mund të shuhet në një konflikt të mundshëm plotësisht zjarri i bërë nga keqeverisja edhe ekzekutive, po edhe gjyqësore nëpërmjet Spakut që ka punuar për të favorizuar Partinë Socialiste. Sepse për ata që akoma mendojnë që Erion Velia është në burg për shkak të 800.000 librave që ka ble gruaja vet, nuk është e vërtet. Është në burg politikisht, nuk është juridikisht. Se të ishte juridikisht, i bie që të bie gjithë Partia Socialiste nga mes deri në darkë. Prandaj them, dosjet që zoti Dumani do të ketë gjatë kohës kur do të jetë prokuror i thjesht dhe nuk ka ndryshime kushtetuese që ai të rikonfirmohet kryetar i Spakut, do janë dosje të cilat do jenë kërcënuese ndaj zotit Rama, që në momentin e dur zoti Dumani do t'i përdorë për vetëmbrojtje, më fal. Po kur punon me puç ndaj tjetrit, normalisht edhe ti strategjinë puçlliku do ta kesh për tjetrin kur do të përdori edhe ty. Pra kur do të vi momenti që do të godasit ty sepse ja bëre punën. Pra, izolove të gjithë opozitën që zoti Rama të marrë 83 mandate. E sakatove opozitën duke arrestuar një në lushnje për korrupsion, atë kaplane që bënte lavazh në Ngeleta Libeja e Spakut, duke arrestu familjen. Pra, duke izoluar opozitarët. Janë opozitarë, hajde, i futëm se s'kishin pushtet të famshëm, po pra të dukshëm. Pra, i more këta, i bërë statistik, po nuk more asnjëherë nga PS-ja dhe i le të bëjë 83 mandate. Pra, e kuptoni ku është e gjithë logjika që u përdore, po do të vi pushteti që do të përdori ashtu si çdo pushteti që të shkatroj, të masakroj. Prandaj për mendimin tim,
zoti Dumani është në negociat me Partinë Socialiste, a do të qëndroj në krye të organit që ai drejton, që ka qenë në mënyrë të shkëlqyer, sukseset janë të paimagjinueshme, që SPAK-u me atë që unë dua t'i falenderoj, pse? Kur kam thënë tek ju, nga plepat 1 jemi te plepat 2, asnjëri nuk më besonte. Shiko mandatet 83, kur them unë që ato janë në shërbim të partisë në pushtet, 83 mandate i keni aty. Kur në rast se do të bëjnë ndryshime kushtetuese dhe ligjore dhe rikonfirmohet zoti Dumani në krye të SPAK-ut, më plepaxhi ose më mirë, më fakt më të bukur që është e paimagjinueshme kjo gjë, që vërteton që plani ka qenë më izolo opozitën dhe ti rikonfirmohesh, edhe sikur mos tjetë ky plan, po i përdorshëm ishte ky plan që SPAK-u të punonte kundër opozitës dhe medias. Do të kemi dhe arrestime të medias. Do të kemi edhe goditje ndaj medias. Prisni se këtu do të jemi edhe do të shikoni të gjitha këto se si do zhvillohen. Prandaj them, do duhet durim sepse dihet që SPAK-u është futur në shinat e partisë në pushtet dhe jo në shinat e kushtetutës. Dhe ata që lavdrojnë SPAK-u nga mjes deri në darkë do të ndëshkohen nga SPAK-u. Zoti Zhlima, dhe i pyetja e fundit, shumë njerëz pretendojnë dhe thonë se do të ndodh hataja në SPAK nëse largohet Altin Dumani, duke qenë se ai është figura qendrore e SPAK-ut dhe se ky institucion mund të bëhet shumë i dobët nëse Altin Dumani nuk garon pra për një mandat tjetër në krye të SPAK-ut. Ju si mendoni, me largimin e Dumani do të kemi një SPAK më të dobët apo më të fortë? Do të jap një përgjigje të saktë. E thash edhe më përpara, në rast se zoti Dumani rikonfirmohet, normalisht tregohet qartazi që operacioni kundër opozitar vazhdon. Partia Socialiste shkon drejt mandatit të 5, me ndihmën e zotit Dumani, Partia Socialiste do të jetë e favorizuar. Për ata të që thonë që më mirë me Dumanin sepse ai tregoi burrnin e tij, nuk e di burrni a ekziston fjali burrni në aspektin profesional, unë e di në aspektin profesional ekziston aftësi profesionale, jo fjalia burri, se s'ka lidhje fare kjo, apo një njeri fort, s'ka lidhje, pra nuk mund të jesh i fort kur fut tjetrin në burg dhe nuk i kërkon ndjes kur e fut kot në burg. Nuk e di si mund ta perceptojmë këtë, por e vërteta është që zoti Dumani, për mendimin tim, nuk duhet të qëndroj. Jo se s'ka më të bukur në SPAK. Ka edhe më të bukur, ka edhe më të mirë. Ka edhe njerëz të ndershëm në SPAK. Po tani, a janë të aftë ata të ndershëm që janë në SPAK edhe të tregojnë që nuk mund të shërbejnë partisë në pushtet? Nuk e di. A janë të mirë apo jo? Nuk e di a janë të aftë apo të pa aftë. Nuk e di, si kam parë. Por me aq sa shikoj, dihet që ky mesazh që mos vi tjetër sepse nuk do jetë si Dumani, është paragjykues. Por si më të them unë ty, të letri Rama sepse të gjithë që kanë hajdut, po lem Rama se që ka më mirë sa hajdutët e tjerë. Nuk shkon kjo gjë, sepse e vendosin qëllimisht këtë linjë që populli, edhe si e tham, që ta themi të disa herë, kur tjetër të vendos ty në dhunë dhe të dhunon, të vendos në mënyrë sistematike që të qëndrosh i dhunuar, që të mos t'i japësh besim vetes dhe vetë besim që të hecësh përpara. Kur dikush të lën me 400.000 lekë, të lën të jetosh në varfëri sepse e din që ti nuk ke gojë të flasësh derisa je aty në nështruar. E të lën në varfërinë ekstreme aty, mos, sepse ne jemi vend i varfër, edhe të gjithë kyçemi aty. Dhe te Dumani, e lëm Dumani, Dumani më i mirë se të tjerët jo. Po më fal, të gjithë procedimet nuk i bën Dumani, bën edhe prokurorët të tjerë. Pra do të thotë që ka Dumani më i fortë, kur prokurori që e çon atë në burg nuk është Dumani, por Dumani thjesht
shënonte libri dhe janë prokurorë të tjerë të cilët fusin burg, se kanë edhe ato porosi, kanë edhe ato hallet e tyre. Ku i dim ne? Po edhe ato ka. Pra, zoti Kraj, zonja Milonaj ka hallet e veta, prandaj çoi Berishën atje. Pra, e kuptoni? Dhe zoti Meta, Klapi e çoi dhe Dumani e çuan atje. Po, pa Klapin Dumani nuk e regjistronte Metën në të proceduar. Pra do të thotë që gjithë kjo gjë nuk në kupton zotin Dumani. Por, ne jemi mësuar që çdo pozicioni zyrtar t'i vendosim emrin. Pra, ne shikojmë Spagun tani e figurojmë me Dumanin, e vurëm kapakun aty. E shko kryeministri, fut Ramën, kapakun aty. Shko PD-nti, fiton Saliun, kapaku aty. Shikon ti Partinë e Lirisë, fut Ilir Metën, na kapaku aty. Pra, kapak, dhe çdo gjë është në rregull. Pse? Se institucionet kushtetuese futen jo si institucione të pavarura, po të varura nga individi. Prandaj, këto mesazhe që rri Dumani, sepse Dumani është më i fortë, janë mashtrime. Dumani është shumë i aftë të bëj planin e Partisë Socialiste, të fusë të gjithë opozitën në burg, me prova pa prova, të fusi njerëzit në burg. Zoti Dumani është mësuar të fusi njerëzit në burg pa prova. Dhe këtë tani e the me bindje të plot, që nuk ma ish asnjëri nga mendja. Zoti Dumani dhe 20 ose 19 prokuror përfshi 20 zotin Dumani dhe agent të BK-s fusin njerëz në burg pa prova. E them me plot bindje dhe majmen nga mua këtë gjë, që do dali kjo gjë një ditë. Fusin njerëz dhe i kalbin në burg pa prova që t'jenë në shërbim të partisë në pushtet. Qa të them? A do jetë zoti Dumani? Nuk më intereson se s'ka pik vlere a do t'jetë apo jo, sepse si do jetë Dumani, si do jetë dikush tjetër, ata do punojnë në shërbim të partisë në pushtet. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, gjithashtu falenderoj njerëzit që na ndjekin, i ftoj të na bëjnë like, të na bëjnë abonime tek faqja juaj dhe gjithmonë dua të falenderoj edhe një pjesë të komentuesve, të cilët ndjej, do të thoja, nderin dhe kënaqësinë më të madhe që unë t'i falenderoj, sepse kanë treguar jo vetëm atë që ne themi mbështetjen ndaj një figure, po tregojnë që qëndrueshmëria e tyre në komente për komentimin e situatës politike, reflektimin dhe duke e parë ashtu siç duhet politikën dhe jo duke e parë nga ana emocionale, sjell dëgjues njerëz të cilët i shikojnë lajmet jo ashtu si serviren, po i shikojnë më tej duke na dëgjuar në portale ku flasim në gjëra dhe në fakte me ashtu siç duhet, duke dhënë gjithmonë të vërtetën dhe realen atë që duhet për çdo dëgjues. Ju falenderoj dhe ju për ftesat që më bëni. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.